Dhe më konkretisht, zona e propozuar për zhvillim është në pronësi private. Projekti nuk ka të bëjë me shitjen e tokës private, është në fazën e zhvillimit dhe nuk është miratuar projekti përfundimtar. Një vlerësimi plot i mjedisit nuk është paraqitur ende dhe çdo zhvillim i jashtëm do t'i nënshtrohet kërkesave të ligjit. Projekti nuk mund të vazhdojë pa miratimet përkatëse nga autoritetet përkatëse mjedisore dhe të lejeve. Do të vlerësohet ndikimi i mundshëm në biodiversitet, habitat, peizazh, ekosistem, burime ujërore. Procesi do të përfshi konsultime me komunitetet, me publikun. Objekti është që të ofrojmë një model turizmi që krijon vende pune, tërheq ekonomi dhe investime dhe mbron njëkohësisht vlerat ekologjike të zonës. Ruajtja e natyrës nuk janë objektive që bien ndesh, po janë shtylla plotësuese të njëjtit vizion për një Shqipëri më të begatë dhe më të gjelbër. Kjo nuk është një fjalim, është një angazhim i cili ka qenë shprehur qartë nga qeveria, nga kryeministri. Dëgjova zonjën Strik që tha, e dëgjoj kryeministri Rama që tha projekti do të vazhdoj, po, sigurisht do të vazhdoj, por bazuar në respektimin e të gjithë standardeve. Dhe këto janë të gjitha hapat. Dëgjova që ai ishte shqetësuar që është ndërtuar një rrugë, por aty ka fshatra, ka njerëz që banojnë në Zvënec.